Ministri i Transportit dhe Lidhjeve ka paralajmëruar shtyrjen e përfundimit të koridoreve 8 dhe 10. LSDM dhe VMRO kanë shkëmbyer akuza serioze në lidhje me identitetin Maqedonës. Shifra shqetësuese të abuzimit seksual ndaj të miturve, Ministri i Arsimit bën thirrje të denoncohen pedofilet nëpër shkolla. Komuna e Aerodromit ka shqiptuar gjop prej 20.000 eurosh për ndotje të ambientit. Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Një prej projekteve më strategjike të vendit, koridori 8 dhe 10, do të vonohen. Ministri i Transportit dhe Lidhjeve Aleksandar Nikolovski tha se këto projekte strategjike nuk do të mund të përfundojnë të paktën deri në dhjetor të vitit 2029. Nikolovski deklaroi se shtyerja bëhet për fajt të ish-qeverisë. Ndonëse Nikolovski paralajmëroi shtyerjen e projekteve për kryeministrin Mickovski, ndërtimi i koridoreve dhe autostradave moderne mbetet prioritet strategjik. Javë e re, por me akuzat të ndryshme ndërmjet LSDM-s opozitare dhe partisë në pushtet VMRO-DPMN. LSDM thekson se përfshirja e pakicave në kushtetut. Ministri i Transportit dhe Lidhjeve Aleksandar Nikolovski ka paralajmëruar shtyrjen e përfundimit të projekteve të lidhura me koridoret. Prerja e shiritit për këto projekte strategjike nuk do të mund të bëhet, të paktën deri në dhjetor të 2029-s. Në arsyetimin e tij, Nikolovski deklaroi se shtyerja bëhet për fajt të ish-qeverisë, e cila sipas tij për 2 vite sa ishte në pushtet nuk kishte punuar dhe nuk kishte kontribuar për përfundim sa më të shpejt të këtyre projekteve të rëndësishme. Për këtë në muajin nëntor kemi marrë njoftim zyrtar nga inxhinieri mbikëqyrës, i cili kërkoi zgjatjet e afatit për përfundimin e projektit për të paktën 2 vite, sepse duhej të kompenzoheshin ato 2 vite të humbura nga qeveria më parshme dhe ne nuk kemi zgjidhje tjetër përveç ta bëjmë këtë. Kështu që afati do të shkojë të paktën deri në dhjetor 2029, gjë që nuk do të thotë se projekti nuk do të përfundojë edhe më herët. Ndonse Nikolovski paralajmëroi shtyerjen e projekteve, për kryeministrin Mickovski ndërtimi i koridoreve dhe autostradave moderne mbetet prioritet strategjik. Mickovski ka njoftuar gjithashtu se po punohet intensivisht edhe për lidhjen e gazsjellësit me Greqinë dhe këtë javë do të shpallet tenderi për gazsjellësin për në Serbi. Ndërtimi i autostradave moderne, modernizimi e Kurullës, zhvillimi i Kurullës me shpejtësi të lartë përgjatë korridorit 10, si dhe lidhja energjisë përmes linjave të reja të transmetimit dhe tubacioneve të gazit, janë pjesë e një procesi më të gjerë strategjik. Po punohet intensivisht edhe për lidhjen e gazsjellësit me Greqinë dhe këtë javë do të shpallet tenderi për gazsjellësin për në Serbi, për të cilin tashmë janë marrë të gjithë mendimet e nevojshme. Lidhja e gazsjellësit nga Selaniku në Shkup është gjithashtu në funksion. Kjo nuk është hera e parë që autoritetet qeveritare akuzojnë ish-qeverinë për mosveprim të ndërtimit të koridoreve të paralajmëruara nga koha kur kryeministër ishte Kovacevski. Shefi i diplomacisë së Maqedonisë së Veriut, Timço Mucunski, ka porositur nga Brukseli se është e nevojshme të largohemi nga biletarizmi i kritereve të antarësimit, ndërsa ka thënë se zgjerimi është imperativ si për BE-n, ashtu edhe për vendet kandidate. Ndërkohë, Eurokomesaria për zgjerim tha se zgjerimi është prioritet i BE-s, por suksesi do të varet nga arritjet e vendeve kandidate. Ministri i Punëve të Jashtme dhe i Tregtisë së Jashtme i Maqedonisë së Veriut, Timço Mucunski, ka deklaruar para mbledhjes së Këshillit për Punë të Jashtme të Bashkimit Evropian në Bruksel se zgjerimi është imperativ si për BE-n ashtu edhe për vendet kandidate, duke nënvizuar se bëhet fjalë për atë që Ballkani Perëndimor të pushojë së qenit zonë gri e Evropës dhe të krijohet një grup shtetesh me rrugë të qartë dhe kredibile drejt antarësimit. Ai theksoi se shteti ka arritur rezultate konkrete në zbatimin e agjendës së reformave
politikave, veçanërisht në muajt e fundit, duke theksuar se Maqedonia e Veriut është 100% e harmonizuar me politikën e përbashkët të jashtme dhe të sigurisë së BE-s. Mesazhi ynë për vendet anëtare është shumë dimensional. Është e nevojshme të largohemi nga bilateralizmi i kritereve të antarësimit, por edhe të forcohet angazhimi për çështje që shkojnë përtej vetë procesit të zgjerimit, veçanërisht në fushat e sigurisë dhe mbrojtjes, ekonomisë dhe tregtisë, sigurisë energjetike, sigurisë ushqimore dhe digitalizimit. Ndërka që Eurokomesaria për zgjerim Marta Kos tha se zgjerimi është prioritet për Bashkimin Evropian dhe se në Union ka vend për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, por ajo ka bërë të qartë se suksesi i vendeve të Ballkanit Perëndimor varet nga reformat e zbatuara në vendet kandidate. Nëse kandidatet tona kanë rezultate, do të kemi edhe ne. Ne tashmë i kemi, për herë të parë pas 17 vitesh, kemi formuar grup punues për antarësimin e një shteti të ri, ndërsa ai është mali i zi. Për krah kësaj, Eurobarometri i fundit tregoi me të vërtetë përcaktim të lartë të njerëzve të malit të zi të bëhen antare e BE-s. Siç informoi Ministria e Jashtme e Maqedonisë në kuadër të agjendës së Këshillit do të diskutohet për marrëdhëniet e Bashkimit Evropian me Ballkanin Perëndimor, ku bisedimet do të përqendrohen në çështjet aktuale të politikës së jashtme dhe të sigurisë me interes të përbashkët, me tekst të veçantë në forcimin e mëtejshëm të bashkëpunimit në fushën e politikës së jashtme, sigurisë dhe mbrojtjes, agresionin rus ndaj Ukrainës, si dhe pasojat më të gjera rajonale të zhvillimeve aktuale globale. Dy krahët e kampit politik Maqedonas kanë shkëmbyer akuza në lidhje me identitetin Maqedonas. LSDM thekson se përfshirja e pakicave në kushtetut nuk e rrezikon identitetin Maqedonas, por sipas tyre e forcon atë dhe e hap shtetin drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Nga ana tjetër, VMRO DPMN ka akuzuar LSDM dhe liderin e saj Venko Filipçe se po punojnë në interes të shteteve dhe partive të huaja. Javë re, por me akuzat të ndryshme ndërmjet LSDM-s opozitare dhe partisë në pushtet VMRO DPMN. LSDM thekson se përfshirja e pakicave në kushtetut nuk e rrezikon identitetin maqedonas, por sipas tyre e forcon atë dhe hap shtetin drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Zëdhënësia Bogdan Kakuzeska akuzoi se VMRO DPMN dhe kryeministri Christian Miskoski vazhdojnë siç thotë të gënjejnë se ndryshimet kushtetuese përfaqësojnë kërcënim për identitetin maqedonas. Na primer nashit e sograđani Srbit. Për shembull, bashkëqytetarët tanë serb, të cilët sipas regjistrimit të fundit janë dukshëm më shumë në Maqedoni sesa bullgarët dhe kroatët, nuk paraqesin asnjë problem për identitetin. Pse VMRO DPMN nuk friksohet prej tyre, por friksohet nga bullgarët, të cilët sipas regjistrimit janë vetëm 3504. Përgjigjja është e qartë, nuk bëhet fjalë për pakicat, por për bllokimin e qëllimshëm të integrimeve evropiane. Ndërkaq, nga ana tjetër, VMRO DPMN ka akuzuar LSDM dhe liderin e saj Venko Filipçe se po punojnë në interes të shteteve dhe partive të huaja në vend, siç thotë Valentin Manasievski, që të angazhohen për interesat e Maqedonisë. Manasievski tha se LSDM dhe Filipçe, për shkak të rejtingut të ulët dhe mungesës së mbështetjes nga qytetarët, përhapin manipulime dhe dezinformata në opinion. SDS i Filipçe svesno shirat ka. Andaj LSDM dhe Filipçe thonë se ndryshimet kushtetuese janë hapi i fundit drejt BE-s, ndërsa kryeministri i ri bullgar Rumen Radev kategorikisht në çdo paraqitje të tij thotë se pas ndryshimeve kushtetuese Bullgaria do të ketë edhe kërkesa të tjera, se ndryshimet kushtetuese janë pengesa e fundit për Maqedoninë, besojnë vetëm Venko Filipçe dhe lojalistët e Zoran Zaevit, të vendosur personalisht prej tij në strukturat partijake të LSDM-s. VMRO DPMN vlerëson se politikat e LSDM-s janë antishtetrore dhe i bëjnë dëm interesave kombëtare, duke i bërë thirrje opozitës që të mbrojnë identitetin, integritetin dhe dinjitetin maqedonas. Pas raportit të avokatit të popullit që flet shifra shqetësuese të abuzimit seksual ndaj fëmijëve, Ministri i Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska i ka bërë thirrje mësimdhënësve që të denoncojnë kolegat e tyre që kanë sjellje devijuese ndaj nxënësve. Ndërkohë, qyteti i Shkupit së shpejti do të fillojë projektin për mbështetje psikologjike falas për të gjitha shkollat e mesme.
Pedofilia mbetet një nga problemet më të vështira dhe më të dhimbshme me të cilat po përballet sistemi arsimor në vendin ton. Për çdo ditë ka raportime se profesorë të shkollave të mesme dhe fillore janë të përfshirë në skandale me fëmijë të mitur. Ministria e Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska kërkojnë nga mësimdhënësit që t'i paraqesin sjellje deviante të kolegëve të tyre dhe të mos i lejojnë ata të bëjnë veprime të tilla të dëmshme. Ajo tha se veprimet e tilla Ministria e Arsimit i ka denoncuar dhe do të vazhdojë të denoncojë në organet e rendit. Do ju drejtohem edhe një herë mësimdhënësve të cilët janë kolegë të atyre që bëjnë shkelje dhe veprime të ndaluara, por edhe janë mësues të nxënësve, të cilët duhet të jenë të mbrojtur nga ata që bëjnë veprime të ndaluara. Në këtë rast po përmendet pedofilia. Ajo që do ta bëjmë është ta forcojmë provimin trajnues, sepse pikërisht aty na duhen ndryshime të mëdha dhe do të fillojmë me licencim të psikologëve që në të ardhmen do të merren me zbulimin e të gjitha problemeve në shkollë dhe në të ardhmen do të marrin masa. Sigurisht, ka edhe masa të tjera në dispozicion që ne do t'i ndërmarrim. Ndërkaq për të minimizuar sjelljet deviante në shkolla, qyteti i Shkupit do të ofrojë këshilla psikologjike falas për të gjithë shkollat e mesme që janë nën kompetencë të kryeqytetit, ka njoftuar kështu kreu i qytetit Orce Gjeorgjevski. Lajmi ekskluziv që mund të them është se brenda 15 ditëve do të fillojë mbështetje psikologjike me operator të jashtëm që në bashkëpunim me qytetin e Shkupit do të ofrojë shërbime psikologjike pa pagesë për shkollat e mesme. Më duhet të pajtohem patjetër me ministren Janevska dhe më duhet të them se problemet nuk fillojnë nga shkolla, por problemin duhet të kërkojmë nga rrënjët, duke filluar nga familja. Në një analizë dhe raport të përgatitur nga zyra e avokatit të popullit që flet për abuzimin seksual, thuhet se mbi 57% të viktimave janë fëmijë të moshës nga 11 deri në 15 vjeçar, ndërkaq rreth 90% e viktimave janë vajza. Përveç kësaj, analiza zbulon dobësi serioze në veprimin e institucioneve. 20.000 euro është gjoba që është shqiptuar qytetarit i cili është kapur në flagrancë duke hedhur mbeturina nga materiali ndërtimor në lagjen Listiçe të poshtme. Ky rast bëri buj pasi u publikua video e kapjes së këtij personi duke shkelur ligjen. Inspektorati Komunal i Komunës së Aerodromit ka shqiptuar një gjobë prej 20.000 eurosh ndaj një shoferit të kamionit, i cili është kapur në flagrancë, përderisa ishte duke hedhur në mënyrë të palishme mbeturina nga materiali ndërtimor, që është në kundërshtim me ligjin për menaxhimin e mbeturinave. Për shkeljen e kryer është shqiptuar gjobë prej 20.000 eurosh në kundërvlerë me denar. Komuna e Aerodromit vazhdon me kontrollet të shtuara inspektuese dhe nuk do të lejojë shkatrimin e mjedisit jetësor, ndotjen dhe krijimin e deponive ilegale në territorin e komunës. Ngjarja ka ndodhur në lokacionin e njohur si Kupishta në lagjen Listiçe e poshtme, ndërsa e gjithë situata është e filmuar. Zatu kaleo. Zvoni policije grad Skopje inspekcija të unë. Nële sramot. Nële sramot është se pra. Gajlete. Zvoni policije grad Skopje inspekcija. Kësa kompani zgasni o kampionat. Në një moment, shoferi tentoi të ja jap celularin e tij për të biseduar filmuesi me ta, por ky i fundit nuk pranoi. Ну, nemam shumë se po zbra. Nemam se po da razgovaram. Ndërkaq nga Komuna e Aerodromit bëjnë apel të gjithë qytetarëve dhe kompanive që të veprojnë me përgjegjësi ndaj mbeturinave dhe të respektojnë dispozitat ligjore. Për çdo sjellje të papërgjeshme, nga atje theksojnë se do të pasojnë sanksione. Nga mesnata, dizeli do të shitet me çmim më të ulët për 4 denar për litër, ndërsa benzina Eurosuper BS 95 do të mbajë të njëjtin çmim. Sipas vendimit të ri për çmimet me pakicë të karburanteve, Eurodizel do të kushtoj 89.50 denar për litër, që paraqet një ulje prej 4 denarësh në krahasim me çmimin e deritanishëm. Çmimi Eurosuper BS 95 nuk ndryshon dhe mbetet 85 denar për litër, ndërsa Eurosuper BS 98 liron për 0.50 denar dhe do të shitet për 86.50 denar për litër.
Një delegacion i ambasadës britanike në Shkup i udhëhequr nga ambasadori Mate Lawson realizoi një vizitë zyrtare në Alkaloid Shkup. Gjatë vizitës u prezantuan zhvillimi i kompanisë, plasmanet dhe portofoli prodhues, ndërsa delegacioni vizitoi edhe muzeun e Alkaloidit, kapacitetet prodhuese të farmacisë dhe institutin për kërkim dhe zhvillim. Siç thuhet në njoftimin e kompanisë, Alkaloidi është i pranishëm në tregun e Mbretërisë së Bashkuar që nga viti 2007, ndërsa ka mbi 1.000 leje për plasman të produkteve të veta farmaceutike në tregjet e Bashkimit Evropian. Britania e Madhe paraqet një treg veçanarisht kërkues dhe konkurues ku hyrja është jashtëzakonisht komplekse, kryesisht për shkak të standardeve të larta që prodhuesit duhet të përmbushin në kuadër të një prej industrive më të rregulluara në botë, industrisë farmaceutike. Vlerësimet tregojnë se deri në fund të vitit 2026 plasmani produkteve farmaceutike të Alkaloid në tregun britanik do të arrijë rreth 4 milion euro, kanë theksuar nga kompania. Fakulteti Ekonomik Shkup dhe Fakulteti Elektroteknikës dhe Teknologjive Informatike kanë realizuar një studim socio-ekonomik me rastin e 20 vjetorit të pranisë EVN-s Maqedoni në tregun Maqedonas, i cili ka theksuar rolin e rëndësishëm të kompanisë në zhvillimin e ekonomisë dhe sektorit energjetik në vend. Sipas analizave, i gjithë fitimi i realizuar në 20 vitet e kaluara ka mbetur në vend dhe është riinvestuar në ekonominë kombëtare. Në kuadër të promovimit të studimit mbi ndikimin socio-ekonomik, u mbajt edhe një panel diskutimi ku morën pjesë profesorët e Kiril Jovanovski dhe Aleksandra Janevska Iliev nga Fakulteti Ekonomik Shkup, si dhe profesoresha Aleksandra Kërkelova Mateska dhe profesori Mirko Todorovski nga Fakulteti i Elektroteknikës dhe Teknologjive Informatike. Ata theksuan se gjatë 2 dekadave të fundit EVN Maqedoni ka realizuar investime totale prej 837.26 milion eurosh, me çka janë ndërtuar 5.561 kilometra rrjet i ri dhe janë rekonstruar 3.056 kilometra rrjet ekzistuesi dhe janë ndërtuar 1.368 dhe modernizuar 1.761 trafastacione. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Kaja Kallas ka thënë se proceset e shpeshta zgjedhore kanë ndikuar në shtyrjen e një raundi të ri të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë në nivel liderësh. Kallas, para takimit të ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të BE-s me ministrat e Ballkanit Perëndimor në Bruksel, tha se kishte pajtueshmëri nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić për takim, por se tash në Kosovë po afron një cikël i ri zgjedhjesh, çka sipas saj e shtyn procesin. Ajo theksoi se po punon me palët lidhur me zbatimin e marrëveshjeve që tashmë janë në fuqi dhe të cilat janë arritur deri më tani nga dialogu. Ne në fakt kishim planifikuar dialogun Beograd-Prishtinë në nivel të lartë politik, kisha marrë pajtimin nga të dy liderët si nga Kosova ashtu edhe nga Serbia, por tani në Kosovë po afrohen sërish zgjedhjet, gjë që natyrisht e shtyn këtë proces. Ministri i Punëve të Jashtme i Kosovës Glauko Njuvca tha se problemi kyç në dialogun për normalizim në raportet me Serbinë është goditja në mirëbesim që sipas tij ka dhënë Beogradi, duke shtuar se nuk pret ndonjë nismë për takime të reja gjatë këtij viti. Konjuvca, duke folur për gazetar në Bruksel ku mori pjesë në takimin e ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor, tha se 2 sulmet në Kosovë, ai në Banjsk më 2023 dhe ai në kanalin Ibër të Lepencit me 2024 dëmtuan mirëbesimin në procesin e normalizimit të raporteve që ka nisur në vitin 2011 dhe që ndërmjetësohet nga BE-ja. Lufta e Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit kundër Iranit nuk është rezultati i një përshkallëzimi të papritur, por kulmi i një agende afatgjate izraelite për të riformësuar me dhunë linjën e mesme
thot Al Jazeera ish kryeministri dhe ministri i jashtëm i Katarit Hamal Attani. Diplomati veteran ofroi një vlerësim të ashpërt të peizazhit gjeopolitik që ndryshon me shpejtësi të rajonit. Ai paralajmëroi se kriza në ngushticën e Hormuzit është pasojë më e rrezikshme e luftës së fundit, paralajmëroi kundër ambicieve të kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu për një Izrael të madh dhe bëri thirrje për krijimin urgjent të një pakti të unifikuar mbrojtës të gjirit. Ky ishte gjitha për këtë edicion informativ, ju falenderoj për vëmendjen, bashkë, mirupafshim.